Përshëndetje dhe mirë se po takohemi. Jemi rikthyer këtu në emisionin Një kafe me Labin, duke shpresuar që ju keni kalu një pjesë të mirë dhe një orar të mirë gjatë kësaj të diele me pjesën e parë në emision ku patëm mysafir aktoret që po ashtu kanë si profesion të dytë ose si hobi, varësisht si do që quajnë ata, muzikën. Dëgjuat edhe bisedën që Labi e bëri në studio, më pas patëm mundësi të shohim edhe një historie tjetër përgatitur prej kolegut Besart Galica. E ka ardhur koha që t'ju përgjigjemi atyre pyetjeve të shumta që keni bërë ju në Një kafe me Labin në fanpage-in tonë në Facebook. Për ata që janë aktiv në këtë fanpage, kam pas mundësi ta shohin edhe mysafirin cilin e kemi sot. Mirë përgjithë se nuk e dini, do e prezantoj me shumë kënaqësi Big Mamën. Përshëndetje. Përshëndetje, Bleron, si jeni? Mirë, si kaloni? Mirë, nuk po të pëstësi, se di që je me grip. Po mundohemi mos me të majtë shumë edhe mos me të mundu shumë. Është kohë e gripneve, kështu që di durojmë, di përballojmë. Nëse rrim shtëpi edhe shtrit më shumë, mendoj se më shumë da ushqim gripin. Kështu që dalim vim në emision, pim kafe, bëjmë muhabet, kalojnë gjitha. Neve na vjen shumë mirë që ke marrë rrugën me ardhur direkt këtu, dhe pse kem risat shumë herët në mëngjes, nuk ke guxu me flajt shumë në të. Një 2-3 ora komplet ajo, po halal. Faleminderit. Patëm mundësi të bisedojmë edhe pak para se me i në studio që kanë ardhur shumë pyetje. E dim që shumicës prej tyre nuk kemi me mujt me ju kthy përgjigje se është një orar i limituar, mirë po mundohem që me lexu pak të pyetjet e atyre, kështu që s'kemi problem. Du me i parapri bisedës, a ki Facebook? Po, kam. Ma ditë sotit mos kesh Facebook, si me thonë apo hanë buk. A je shumë aktive, a është shumë private, që e dim shumë pak persona? Ma para e kom pat shumë private, mund të them, edhe them drejtën nuk jam një person e cila kam nerva të mirem shumë me Facebookun e me këto gjëra, po se që kam kohë dhe mundohem që t'jem aktive, dhe bile, shumicën e rasteve lexoj edhe i pranoj gjitha, do me thonë, në bas marketingit, në bas që t'jem ma afër me adhurust apo me popullin, kështu që nuk jam shumë aktive, nuk si e shoh do kolegë të mi edhe do njerëz që janë non-stop në telefona, nuk kam nerva për shkak se kam shumë obligime edhe mund të them macaron ka ndonjëherë telefonit, mund të them se jem njëra ndër që më pak ti e përdor rrjetin edhe telefonin. Por sa që kam kohën, sa që kur kom të lirë, mundohem që të përgjigjem, bile lexoj do pyetje, sa herë më shkruajnë, i lexoj gjitha që më shkruajnë, po nuk mund të përgjigjem, bile ka të njerë që se më shkruajnë, o ti qa kokë time në e madhe, o ti shkruaj mëj, pëse s'folë mëj, shkruaj mëj. Edhe shof dhe njerë në online, sa vete, i kam 600-700 veta online, edhe gjithë ka një fjalë më shkruajnë. Para mendoj 600-700 vetave, gjithë dhe mi ju përgjigj. Je mëndu disa herë që ju përgjigjem gjithë, ju them faleminderit shumë, ju përshëndes, kaq. Po, atë pëse nisin ta hapin muhabetin edhe se s'po fol, ma pa, qa ke po Big Mam ku e kohë? E qa pune, shëqni. Po, besoj që më kuptoj. Këtë pak ku të shkurë që e ki për me përdor Facebookun, a mundohesh me pas një privatësi shumë të madhe, për shembull, mos me postu gjëra shumë private tuja, ose me shkruajtur në një status? Normalisht që gjanat private mia nuk i publikoj. Statuse, si jam shumë aktiv në statuse, kretë më varet si e kam tripin, si e kam tripin. Nëse më ka hymë në mendje me shkruaj status, shkruaj, ose nëse mendoj se veçanti mundohem të ndaj momentet kur kënaqem, edhe kur jam në për diskoteka, apo kur jam në shoqëni, edhe mundohem të regoj se jam me filanin, me fistekun, jam këtu, apo momentet më të mira dhe më të lumtura. Okej. Unë përdërsa ti po përgjigjesh, po mundona me i rikthy pyetjet prej fillimit, po që është shumë e pamundur, se ka të shumta. U fillova qaj. Po filloj prej kësaj. Albiona Doçaj thot ju përshëndes, shumë jeni të mirë, desha t'ja bëj një pyetje Bigit, është një raport që bëj pyetje në rubrikën e Facebookut, desha t'i them Bigit se a merresh me sport dhe atë pëlqen volejbolli, ju dua shumë edhe a pëlqen aktrimin. 3-1. 3-1. Faleminderit Albiona. Me sportin pëlqen shumë, po jam me hove, kur
më fiksohet mendje, i përkushtëm sportit tepër, do të bëj palestër, e kam kështu një 1 muj, 2 muj mirë, pas 2 mujve mu bëhet krejt dallash jeta, kam dhe një koncert apo dhe një udhtim dikundi, edhe ngatroj krejt ritmin e jetës, krejt ritmin e ditës, edhe kështu që e la, edhe si ta lash një javë ditë, pastaj 2-3 muj nuk bëj hiç sport, pastaj prap filloj bëj sport. Volleyball kam luajt shumë, si tinejdxhere, domethënë shkollë të mesme. Voleybolli është ndër sportet që më pëlqen më shumti, po dhe futbolli. Ajo. Okej, edhe ishte a pëlqen aktrimi. Aktrimi më pëlqen shumë. Në pjesën e parë kemi pas në safer ato Ryvën, e Donën edhe Shqiprimin, do me thonë aktor se mirën edhe me muzikën. So ka të bëj, që shesheti këto? Jo, unë aktore, unë jam këngëtare, po edhe unë kam bë, në shumicën e rasteve kam aktru, si në për shumë komedi apo spektakle në Shqipëri, mund të bëj. Se jo. Okej, Samire Cure? Ja, Big Mama t'vjen e më zbën diçka, ku është e mundu? Që ta rëmë, e s'më s'krysh. Bje mikrofoni. A ta lushtu? Mirë isha dhe mirja, mirë. Besoj që edhe nuk kemi probleme në regji. Okej, Samire Cure, thot, atë ka ndonë ndë njëherë me urzu, apo me pas në një ekses? A se fe pak ma herë, e gjithë e qëllë dhe fytje. Apo me pas në një ekses në një vend publik skena, apo ku do qoftë edhe që shke reagu në këto momente? Ska. Reagimi si sta. Ju e pas veç pak ma herë. Në tërshëm. Pa, ska paraqitje, ska vend ku une t'jem prezent edhe mos ndodhe dhe një ekses, që që jem nëna ekseseve, po qa të bësh, tash ndështë am syshim zen, ka ndodhë shumicën e rase, bile në zhurma, kjo më e fundi që ishte, do me thonë, gjitha ato gjanë ndodhën për një dit, vi, do me thonë, kisha një pregatit një fustan këtë tjetër të vesh, plas fustani, se mashallah u dopsova, plas i fustani edhe vesha, shqyrë zotit edhe ku shkoj marrë rezerv ka 3 fustana, se e di se më ndodhin gjanat e prerë marrë, për shemë dhe kom këta vesh, po do të marrë edhe 3 gjanat tjera. Vesha një fustanin e ku se ishe Sabrina, të më mbrite limuzina, më plasi patenti, më plasi patenti, edhe kom dalë këshu po më shofin, tash da më shefi, u afrove dhe dora më rritë në basë. Tu dha një intervjis mbra vati, me mikrofoni, si pak ma herët kështu që për eksese, s'ka kush ma shka. Edhe reagimet jënë natërshme. Po normal që me bu. Okej, për pas pyetjeve, ka dhe shumë komentet mira që normalisht duhet me i ledzu, Bigi e më e mira më bot, I love you nga unë shpresa. Faleminderit, I love you, notë. Edhe më pëlqen muzika jote, të dua shumë. Qëfar kafshë i pëlqen Big Mamës Albana Konjuhi? Qërë kafshë? Kërrit kafshë më pëlqenë? Jo, kretë jo, është ashtë më kujtë. Qendë pëlqenë më shumë. Qendë, leprat më pëlqenë, peshtë më pëlqenë. E cila nuk të pëlqenë që utë me rrugë? E dilami, qëlla. Që, edhe kamermani e di, nësa di këta kafshë më pëlqenë. Cila sa dik? Gjarmi. Nduke ta kam bo edhe një... Më kam bo, qasë më kam bo. Qasë më kam bo. E di këto. Në më dhojnë vetë mi gjatë që atu të më gjarmi. A e ki prej familjës që të frikën e gjarmi? Po, kam fobi prej gjarmi. Zdi, asë në televizor nuk mund të shof. Pile kemi qenë një herë nohër, bash me labin, edhe ishtë një gjarpën që a fotografohesh njës. Kërë kom tha, une e gjarpin mund të më kam qenë shumë largë gjarpin, një 6-8 metre, prej largë mu më ratë fikt. Unë nuk mund të asho, asë në televizor se në asho, bej, hajnë ndrëm temë. Më falë. Ndrëm temë, sa për gjarpin kena me po. Përshëndetje nga Besart Ibrahimi, pyetja për mysafirën është a do të ketë ndo një bashkëpunim me ndo një këngëtar këtë vetë ju përshëndes. Pregoj? Hajde për të regojmë që edhe pse është përgja surprizë. Pa, është surprizë, bile mëngjes kam marrë prej Tiranës, kam qenë, jem duke punu, disa më kam nga 3, kam bashkëpunime, do të kem shumë bashkëpunime, do të kem edhe kam vetë, po... Ape, zdi. Po, të regojmë sa ju besë... Po të regoj, po serë, foli edhe më dodhe në qka më ndrëmë. Nëse nuk danë, nuk e të regojmë. është një bashkëpunim ose do të të regoj se ju meritoni ekskluzivitetin. Ta keni se ju kom bashkëpunëtor edhe televizioni vetëm që më përkra e mbështet gjithmonë, kështu që prej fillimit karierës time. Bashkëpunim shumë i ri do të vjen, për kohë shumë shkurt, me Muharrem Ahmetin, këngëtarin, mbretin e muzikës Tallava, mund të themi lirisht. Kanga
është gati e përfundume, do të vjen edhe një videoklip, shumë kohë të shkurt. Shumë kohë të shkurt e presim pikërisht këto me promovu. Pa tjetër që këtu. Liridona thot përshëndetje Big Mama, cila dhurat të ka pëlqyer më shumë ti këtë vetë, që e ke marrë prej të kujt? Dhurat. Më para s'ko marrë hiç dhurata. Edhe nisa ta në kohën në televizion hiç marrë dhurata, edhe kohën e fundit kam nisë pranoj dhurata, kështu që dhurata me mirë, po nuk më kujtohet që tash, për momentin, diçka që më kalam mbresa, s'hala s'kam marrë. është edhe një dhuratë mbeten kohë. Po më shpesh ti që mbën dhuratë është miku im Yilmazi. Domethënë nga Tetova, ai është personi i cili shumë ka që bën dhurata edhe mund të çdo muaj marr prej atij dhuratë. Po ti ai person që i bën dhurata të tjerëve. Po, edhe unë bëj dhurata, edhe unë bëj shumë dhurata, po do të them më para nuk kam pa dhe një person që më ka bler non-stop dhurata, më ka bë dhurata. Okej. Po vazhdojmë me pyetje tjetër që ishte kritikat edhe komplimentet. Hajde. E di që ka shumë fjalë qoftë në për koncerte, qoftë në për rrugë që takon njerëz. Cilat janë fjalët edhe prej kujt lojnë përshtypje më shumë ti komentet? Aha, do me thonë kritika ku ka marrë më shumë ti, se kuptova një. Jo, do me thonë fjalët, komplimentet, çfarë do komente që ta bojnë njerëz, cilat prej cilit njerëzve, se shumica kanë që fëmijët janë ma pa sherr, që i kanë komentet ma të sinqerta. Me mu gjithmonë besoj se vetë ndoshta edhe pse jam tipi edhe natyra, unë ka të shkoj e ka të silem, gjithë mu m'japin ndesh kritika, ndesh komplimente, në më thënë me mu jam pan cenzur, ndoshta edhe pse vetë va kam ofru mundësin, edhe va e jap. Normal që komentet e fëmijëve edhe dashuria e fëmijëve është më ndryshe se gjitha, po edhe dashuria më të moshuarve mu m'pëlqen shumë. Mund të them një, jo kritik, ndesh kompliment, po ku mbeta pa koment, ishte me një dasëm që këndova para 2 jave, shumë afër, erdh një grua, aty këndosha nëse unë bëna atmosferën time, bëna atë punën time, edhe erdh, tha, oj Big Mama, tha, a dish të tha, kërë më thanë se Big Mama e kanë muzikë ndasën, thash e pa në knaq. Edhe ma thotë më tyrë mu, e pa në knaq, thash as djenë marrë që atë tha. Qysh me e kom knaq? Ama ti qa kokë se ti e kishe ka. Shikom gjdo ditë unë kësi gjana interesante. Nuk mundet unë të zgjohë më ndjes dalë edhe mësë ndodhë në gjë interesante, në gjë qesharake, apo takoj dikë në rrugë, apo dhe një kompliment. Në të mirë shumë mirë për den, sa shumë duhe njerës. A bosh në njerë nervës se gjithje e busjeshur, të dua shumë bige? Faleminderit, edhe unë të dua. Jam e busjeshur, po jam edhe shumë nervoze. Shumë nervoze. Mundet moment, sekund të plasi. Jam temperamente shumë, ku në moment edhe mund qeshi, moment mund qaj, moment edhe mund të rethi. Qka bën mas shumë të nervës, bikin? Që e bën padrecia. Padrecia më shmenda. Padrecia. Për shembull, kur dikush mundohet të më tregon diçka se qa nuk është, edhe të mbinde se ajo është ajo mund çmendën, delirium bje. Okej. S'kam pyetje, për vetëm desh da ti them që më pëlqen shumë, sepse kur nuk e ndryshon stilin e saj dhe është e veçantë ashtu si është një puq për ty nga Nora Muja. Puq. Përshëndetje Big Mama, jam adhuruese e madhe jotja, shpresoj që një ditë të takoj Kresa Berisha. Patjetër, kur do. Okej. Leona Bytysi thot cila është ngjyra jote e preferuar, edhe pse dyja të jemi Lady in Red. Po. Pa doshje, po dukem shumë bukur në ekran, këtë kuq. Kuku, shtash e pas vetëm. Hey, Big Mama! S'po vrejo si e nga stop në asë. Qëtash nuk shuna. Mos u qo, hiq. A ka mundësi këshu të mbaj këtë se edhe 7 herë tjera da zëroj. Mbaje. Që është ngjyra ime preferume. Unë jam një person e cila kam qef gjallërin. Edhe në videoklip prapa viku i shifni ndoshta ngjyrat. Ngjyra e kuqen e kam favor, është fakt, po e du ngjyrat e dhezda, e du edhe të zezën, e du edhe të bardhën, e du edhe pink, e du edhe vjollës, e du të kaltër, e du të verdh, krejt ngjyrat i tu.
Si nise duat e du këtë kreti du. Kur jemi tek veshja, pikërisht është dhe një pyetje tjetër prej Gazmend Hysenit. Përshëndetje për juve në studio, pyetja ime për Bigin. Nga e merr inspirimin për dukjen dhe stilin e veçantë? Kje pa parë? Faleminderit, kjo falë stilistave, cilët përkujdesen, po jo se jemi diçka që unë jam një tip që përcjellin non stop modën, e trit qof që ka dalë e që s'ka dalë, po shqyqyr zotit kom mikë edhe shok dashamir cilët kujdesen për këtë anën time. Po edhe te kemi dozë. Nëse po, atë shien time jo është fakt. Unë gjithmonë më pëlqen t'jem apë normale edhe t'jem e veçantë. Unë nuk më pëlqen për shumë gjithë kanë dëshirë t'jenë këshu t'njejtë, t'veshen në stilin e njëtë, unë du t'jem diçka këtë kontra, du t'vëndoj në i saksi në kokë, ja do shprica në krye, apo diçka. Po, faleminderit edhe bashkëpunëtorëve, cilët kujdesen në këtu, do të shfrytëzoj rastin, faleminderoj në Kosovë Gjollë Salla Pashticën, të faleminderoj Aleksandra Mitkevskën në Shkup, do të faleminderoj Studio Tresor në Shkup, do të thënë kom shumë miq, shumë dashamir, cilët përkujdesen për rastet e veçante, për rastet e përditshme, vëlla çat gjej veshi. Çat gjej veshi dhe dokën e interesant, as vetë se di. Çat të mbri veshi. Po me këtë ngjyrën e bardhë flokëve, ka një kohë që të kemi, a do në me ndryshu, a do me dalë Do me ndryshu se edhe pak s'kom e qelë me këtë ngjyrën e bardhë, prandaj kom bu që këtë qamin se cupi kom flokët. Ja ka nisë me mra flokët kështu, bile një shok më tha dje, e ke pre flokët? Thash po, mëre i kom pre, thash mu më prehen vetë natural, kështu më puten. E din vetë kur ka nevojë. Ngjyrë e bardhë është ngjyrën që e du më shumë ti të flokëve, të vetja, po për fat këtë se mbi 5 muaj nuk mund të mbaj, kështu që mbas 5 muajve fillon të më shkurtohen flokët, të mbin, të mbëhen të shkallëzuara natyrale. Ja, njësa me pas pikun e preshës të në. Jo, definitivisht që më duket mbas do ditëve, si kur e shofë se më kanë kap nervat, do të më shif një qelë. Do të marrë maqinën edhe di bëj qelë, më frerit. Pra, për shtë veçanë. E veçanë që më bërë. Emira Muljaku thot, kur ke fillu me këndu më të pari? Më thonë fillimet e karierës muzikë. Ko veti. Fillimet e karierës prej moshës, prej e vogël, prej 7 vjeqare, mund të them 6-7 vjeqare, kom marrë pjesë në klubin e fëmijëve të lumtur, pastaj në festivaleve të fëmijëve, bledzat, e kështu me radhë. Do të them prej moshës 7 vjeqare, ti bitë shkur që të kemi ko ma shumë pyetjeve të përgjigjemi. Shumë e vogël. Du mund dalë pak të fëmiria, Bigit. A ke qenë shumë fëmijë të asdrum, a ke bo shere kur ke qenë shumë e vërtet, shumë shere. Edhe ndonjënin prej shereve ma të lezetshme që i ki bo. Shere, dhe kom bo shere kur i kom ref ma të lezetshme, për mu kanë qenë kur i kom ref shok të klasës. Kam qenë vajse lasdrume, po edhe njëjtë gjithë bile kur i shof arsimtarët, profesor të shkollës mesme, rrugë kur i takoj, edhe normalisht që ka kohë që si kom paton, kanë mund të më ndjekin në për mjet ekranit edhe kur më takojnë rrugë e më thënë, e njëjta je bre, e njëjta, si ke qenë shkollë, dhe me thënë, e njëjta je. Diçka interesante për fëmiris, shumë shere kom ba, shumë shere, po që mund veçoj, thash, kom qenë gjithmonë me meshkujt, jam përla me meshkujt, në thënë gjithmonë klasë, kur kam pat djemë të klasës, jam përlajt me djemë të klasës tjetër, unë bashkë me djemë, kom shkuj, kom refat o djemë. E kështu që edhe futbal kom lujt me djemë të klasës. Okej, a ka vëlla apo motër? Po, kom 2 vëllezën ma të mëdhej, se unë, martun. Që janë raportet e juve në krasim ato që shkanë gjengullu me i këmë fëmi? Do me thëni, edhe pse i kom 2 vllazën janë ma të mëdhej, ato janë shumë më ndryshe se unë, ato janë shumë ma qetë, shumë më serios, do me thënë me e lasdrum janë shpia mune. Raportet me zëdezve janë shumë mirë, mbështetin në çdo hap, kështu që unë pa familje nuk mund të funksionoj, jem një tip që me lidhun shumë me familjen, si me prindët ashtu edhe me vëllezërit e mi. Ato në të parët, kur bëjt diçka, apo dhe një këngë, apo diçka, shkoj konsultohem me ato të ndigjojnë, ato m'japin, edhe pse nuk i mbaj afër vetës në çdo koncert apo çdo shoqërim, janë tipa cilët nuk kanë qef t'jenë në për ekranin, në për televizione, si shumë se këngëtarëve shoqëron, më shkoj vetë. Okej, a ka në një rreth, a ka rreth gjanë të shoqënisë Bigi, apo i ka një numër të caktuar, fëmijës vetë të ngushtë? Do me thënë, shoqëni kam pa fund. Po shok ngusht,
i kam ngishta, edhe pse më parë kom mendu se i kam gjithë shok ngusht. Po jeta, eksperienca jetësore, më ka mësu edhe më ka tregu se nuk janë gjithë, duhet kemi kujdes ka dhe njerë, edhe pse unë e kam zemrën shumë madhe. Unë ku të shkoj gjithë kënë të përshëndes, gjithë kënë afroj afër vetës, gjithë kujtë jap atë mundësin që të ma qeli zemrën, e t'ja qeli zemrën, po rrethin e ngusht, dhe më dhënë e kam ma para, si dhëmë nëse e kam pat me mia, tash e kam gishta. Kështu që kam një shoqërit mrekullueshme pa cilet nuk mund të funksionë. Kam shoqëni ngushtë edhe në Tetov, kam shoqëni edhe në Shkup, kam shoqëni edhe në Prishtinë, gjithka kam shok ngushtë. Sa ka kohë të lirë, bigi me thonë, me mbledh tërë këtë shoqëni, dhe me thonë, hajde po dalim një natë. Për atë kam kohë, për atë gjej kohë. Dhe me thonë, për dalë e për mbledh, kam kohë. Njëna pisa aty në netëve kam më konë sonde, po më duket, ma se të kemi këto. A po dojnë me vë parti sonde, Sadik? Sonde po të marim e po dalim dika. Pa tjetër, pse jo. Edhe vendosa të rrim dalë sonde. Se sonde s'kom kur që thash, e kom emision shkoj edhe mbas emisionit dhe dalë. Më s'me dalë. Okej. Përshëndetje për juve në studio. Udhëhecë e nderuar, faleminderit. Pyetja përveç muzikës, cilin profesion do i kishit zgjedhur Big Mama? Biznesi. Biznesi. Synimi im është biznesi, domethënë. Edhe për muzikën se kam tërmend mirë më tanë jetën, e kam thonë këtë sa herë. Po futem edhe pak në fushën e biznesit. Lam të mirë. A më desh, as më desh të hitë së të mani. Cili është ushqimi i preferuar i Bigit? Peta. Pitet. A din me gatu Bigit i Po, di me gatu shumë. As po doket se di me gatu. As po duket për shnetës që e kam. Qka gatur mas mire, qka ta preferuaj? Gjitha di, edhe atë që as di me të lexuar, me të pa me e bëj me njëherë. Jam një person që dit gatoj, pëlqen gatoj, po edhe kam qef ta bëj aty rëmuj kur gatoj, e masit gatoj t'ilaj ato e në hitë se kom qef. është pjesa më e vështirë. Po. Okej. Me cilin këngëtar jeni të shoqëruar më shumë ti, apo në përgjithësi si janë raportet me kolegët? Me gjithë. Me asë njërin s'kam një raport të keq apo t'jem një dhnushëm. Gjithë i respektoj, me gjithë kam raportet e njëta, me gjithë bëj ato hajgaret. Të folim a kosovarqe. Në thënë gjithë shka është okej. Okej. Që shka qenë vera për Bigin? Vera ka qenë shumë e mirë, shumë e nxehtë. Për plot me koncerte, me ndasme, me mramje, ka qenë një sezon mjaft i ngarkuar. Okej. Patrik Ibrahimi thot, a ndihesh më mirë si moderatore apo si këngëtare? Po bazohet në periudhën që ke pasur emisionin tënd në Alsat. Them drejtën kur e kisha emisionin, pasi që va di edhe va kuptoj se çfarë punet lodhshme keni edhe stresume. Mbas një kohë kur nisa të lodhem dhe stresome dhe thysha nuk e du unë këtë punë, nuk e du mo këtë punë se më lodhi be, a më vjen mysafiri, a së më vjen mysafiri, a më vjen publiku, a së më vjen publiku, a do bëhet ajo, gjithaj stres, këndej edhe muzikën e kisha në plan të parë, e thysha jo bre s'du moderatora, po një kohë periudhë gjatë ka që nuk e kom bëhet punë, them drejtën se mungon. Mungon kështu që pëlqen të dyjat. Unë mendoj se një këngëtare e përkryme do t'i ketë gjitha. Unë kam përcjell hiç mos shkoj më larg në Turqi. S'ka këngëtar i cili nuk ka showin e vet apo nuk prezanton në koncertin e vet apo del bën show. Kështu që mua m'pëlqen edhe të bëj show, edhe të këndoj, edhe gjitha të bëj, si thash. Bëhem si Nescafe edhe 3 në 1. Kretike. Edhe këndoj edhe show bëj, edhe ta kënaqë publikun, tanat, ku ka më mirë. Ska saj se ka bu mas shumë të nervoz kur ke si në emision. Më duket që si ky komunikimi me regjin. Ja, unë e pak më herët e pyeta Bleronë, thash, komunikimi me ajo ka qenë me të vërtet gjë që më ka asaru më shumë ti. Edhe mu ma hekan atë tremvesh. Sa herë në emision, shumë dekoncentronte. Kur flisja ato prej atje mu flishin diçka edhe kisha një asistent që fliste shumë dhe vërtite shumë. Një herë, po, e duresha, 2 herë, 3 herë. Hekë ma këtë nësë du më me bubicë. Komunikimi me regjin ka qenë katastrofë. Unë jam spontane. Sa shumë pyetje Bigit.
Çfarë mendon Bigi për karrierën e saj deri më tani, pas Lekeci? A je i kënaqur? Normal që jem e kënaqur, atë sa kam mund të kam bë. Kush nuk është e kënaqur për punës vete? Jem shumë e kënaqur. Besoj se ju jeni të kënaqur. Erilda Eleze, Big Mama je shumë e mirë, një pyetje kam për ty. Çka të pëlqen më shumë ty te vetja? Sepse është e vështirë pak më bol për vetëm, mirë po tani modestin. Po që pëlqen te vetja, unë jem shumë e bukur, më kuptoni. Më pëlqen sytë, më pëlqen bust. Më pëlqen kur gjë s'm pëlqen te vetja më pëlqen karakteri fort. Mendoj se kjo është edhe zemra, po. Sa e mund zemër mirë nuk mund t'rregoj, po ke vetja ime ku unë qëndroj mbase dhe e di se e kam diçka shumë vlefshme, është karakteri fort. Okej. Bigi ka shumë pyetje, e di që më njerë mas emisionin kemi kthy prapë më talë me flajt, po kur të pushon, unë dësh me cele dhe me lexu pak a shumë çka kanë thonë, se nuk po kemi ku mjaftueshme me vazhdu, po këta pak minuta që kanë mbet, po du me i shpenzu, ty fol pak për këtu planet në tashmë, për pas bashkëpunimit që përmende Muharrem Ahmetin, klipi shumë shpejt, diçka tjetër që presim prej Bigit? Në një rikëtet në një show, hajde që të njësë të nështë bëj kolege në emision. Po, s'kom thirë drejtoresha. Besoj se e kam mendu këtë punë, për nuk e di se sa dhe të realizohet. Pse jo, mendoj se është koha, se këm pauzu shumë edhe në shumë. Jem një tipi cila kënaqem punën time edhe showin që bëj, se unë gjithmonë kam qenë spontane. Ajo është e vërtet. Edhe për qatë mund nga pengu komunikimi me regji, se unë e du lem veç që du të bëj edhe atë ta bëj. E jo të në tregon mu qëfar pyetje të bëj. Lem më burë ta mund kovi ta gacë më misafirin, tja të gjeri krejtë zeza ta im tregon mu krenal që ta pys. Lem pse jo. Dhe më thënë kam bashkëpunim, tash për tash jem duke punu për këngë të reja, punoj disa këngë të reja në Tiranë, dhe të punojmë edhe videoklipin, pastaj nga muaj nëntër të shkoj në Australi, dhe t'jem një periudhë atje, dhe të kthehem prapë. Një periudhë atë shumë shpejt e kalori, sa diçka ku ke të përgadit aty të mduke. Po nejse, këto sportoj me na zbulu. Ja, s'kam kurse për koncerte, shkoj për një zotë. Këti shkoj të martohem? Si tjetë. Edhe njerë në amër krejt shikuzve për të falindroj që ke gjithë ku mi përgjith këtyre pyetjeve të shumëta, e po ashtu në amër tonë dim pju kërkoj falje gjithë aty nëse s'patë mundësi mi ju ledzu pyetje. Po, faleminderit shumë edhe unë edhe njëherë, është kënaqësi e madhe t'jem këtu une, t'ju përgjigjem sa që kam mundësi pyetjeve tuaja, qëto që mundëm ju përgjigjem, faleminderit Radio Televizionit 21, faleminderit ty që jesi zemër, si shpirë dhe lezeshme kështu, faleminderit kamermanit tim më dashur që e kam 21, Sadikun, edhe këti tjetrit, po Sadikun e kom ma zemër, më falë, të lutëm. Son të disko, Sadik. Faleminderit gjithë dhe ju përshëndes gjithë dhe mbeteni ashtu si qeni, ju dua, a ditën e mirë shkoj të flej se di që a bolni mo. Faleminderit Bigi edhe njerë shumë.